Sot do të hymë në brendësitë një historie interesante. Një restorant që duket perfekt nga jashtë për që fsheh një problem të madh. Do të shohim se si një biznes që në dukje është i suksesshëm në fakt po humbet mira euro dhe si mund t'i marrë mbrapsht pa gjetur asnjë klient të ri. Kjo është një analizë për çdo që mendon se gjithmonë ka vend për t'u përmirësuar. Le ta nisim me një shifër që të bën përshtypje. 5.000 euro. Kjo pra është xhiroja ditore e Casa di Pasta, restorantit që do të analizojmë sot. Tani, po ta shohësh vetëm këtë numër, çfarë mendon? Që biznesi po fluturon? Apo jo? Absolutisht i suksesshëm. Por, a është gjithçka kaq e thjeshtë? Po, pikërisht këtu, gjërat bëhen interesante. Po sikur ky biznes, me gjitha të sukses në letër, të ishte duke lënë rreth 1.000 euro fitim, çdo ditë? Po, çdo ditë të vetme. Kjo është ajo rrjedhja e fshehur financiare që do ta zbulojmë bashkë. Pra, çfarë do të bëjmë? Do të zbërthejmë manualin e plot të një konsultenti, hap pas hapi, për të kuptuar si ti mbledhim ato para të humbura. Dhe nisim direkt me analizën e klientit. Okej, seksioni i parë, klienti. Le të njehemi pak më mirë me Casa di Pasta. Nga jashtë, siç e tham, gjithçka duket perfekte. Ka disa pika vërtet të forta. Hidhini një sy këtyre. Vendodhje premium, fantastike, që i sjell klient pa ndalim, një xhiro ditore që shumë kush do ta ëndërronte. Dhe kapacitet i madh, plot 60 tavolina. Pra, të gjithë përbërësit e suksesit janë aty. Por siç ndodh shpesh, çelësi i vërtet fshihet në ato detajet e vogla që nuk bien në sy. Dhe ja ku e kemi indicin e parë. Ky grafik na tregon diçka shumë interesante. Më shumë se 60% e xhiros vjen nga ushqimi, gjë që është në rregull. Por, shikoni pak verën dhe ëmbëlsirat, pothuajse zero. Dhe këto janë pikërisht produktet ku restoranti ka fitimin më të madh, e mos të flasim pastaj për deliverin, që është praktikisht një kanal i tërë i lënë krejt si shpasdore. Mirë. Seksioni i dytë. Diagnostikimi i problemit. Tani që pam simptomat, është koha të gjejmë shkakun e vërtet. Pyetja është pse? Pse një restorant kaq i mirë po humbet kaq shumë para? Gjëja e parë që të vjen në mendje është, ndoshta problemi është e vendi, apo të ushqimi, apo të stafi. Por jo, asnjëra nga këto. Këto janë thjesht justifikime sipërfaqësore. Problemi vërtet, ai i fshehuri, është se procesi shitjes është totalisht reaktiv, jo aktiv. Dhe kjo fjali e përmbledh gjithçka në mënyrë perfekte. Kamarierët marrin porosi, nuk shesin. Ky është thelbi. Në vend që të jenë ata që udhëheqin klientin drejt produkteve më fitimprurëse, ata thjesht presin urdhrin. Dhe ky ndryshim i vogël në mentalitet i kushton restorantit jashtëzakonisht shumë. Shumë mirë. Seksioni i tretë, mundësia. Tani që e kuptuam problemin, le t'i vëmë një vlerë monetare potencialit. Sa para fshihen realisht këtu? Ja pra, një rritje prej 10 madje deri në 20% të xhiros. Dhe e dini cila është pjesa më e mirë e gjithë kësaj? Nuk ka nevojë të shpenzohet asnjë qendarke për marketing, as pak. E gjithë kjo arrihet duke i shërbyer më mirë klientëve që tashmë i ke aty, ulur në tavolinë. Dhe si është e mundur? Po, është më i thjeshtë se sa duket. Duke rritur shitjen e pijeve, duke i dhënë prioritet verës dhe duke nxitur porositë për ëmbëlsira. E gjitha kjo vjen nga një proces i thjeshtë, i strukturuar, ku stafi mëson të sugjerojë, jo vetëm të marrë porosi. Tani kalojmë te seksioni i katërt, manuali i ri i shitjes. Këtu fillon puna e vërtet, transformimi. Le të shohim praktikisht si këto ide kthehen në veprime konkrete që ndryshojnë gjithçka. Pra, shikoni ndryshimin. Më parë, kamarieri pyes të thjesht, çfarë dëshironi? Tani, mënyra e re është, kjo verë shkon në mënyrë perfekte me pjatën tuaj, ose, për ta mbyllur, suflea jon speciale është thjesht fantastike. Ky kalim nga pasiv në aktiv është thelbi, një ndryshim i vogël në fjalë, por me një ndikim të jashtëzakonshëm të fatura finale. Le ta marrim konkretisht me verën. Shikoni pak këtu. Aktualisht shitjet janë vetëm 3%. Objektivi? Të shkojmë në 10%. Kjo do të thotë të trefishosh shitjet e një produkti me marsh fitimi shumë të lartë. Duket ambicioze, por është totalisht e arritshme. Dhe tani, mbauni, te delivery potenciali është edhe më i madh. Imagjinoni të kalosh nga vetëm 1% në 15% të xhiros totale. Praktikisht, po krijon nga e para një burim krejt të ri të ardhurash. Po transformon një kanal që deri dje nuk ekzistonte fare. Seksioni i pestë,
plani 30 ditor i veprimit, sepse e dim të gjithë një strategji e mirë në letër nuk vlen asgjë pa një plan konkret zbatimi. Atëherë, le të shohim si ndahet gjithçka në hapa, javë pas jave. Ja si duket muaji i parë. Java e parë, fokusohemi te menuja. Heqim çfarë nuk ecën, krijojmë kombinime të reja fitimprurse. Java e dytë, kalojmë te prezenca digjitale. Foto profesionale, përditësimi i platformave të deliverit. Java e tretë, shumë e rëndësishme. Trajnojmë ekipin me skriptet e reja të shitjes. Dhe në fund, java e katërt, analizojmë të dhënat. Çfarë funksionoi, çfarë jo, dhe përmirësojmë. Dhe ja ku arritëm te seksioni i 6, nga i mirë në i shkëlqyer. Pra, cili është rezultati final kur i bashkojmë të gjitha këto pjesë? Le ta shohim transformimin me shifra konkrete. Ja çfarë presim të ndodhë brenda 30 deri në 60 ditëve. Të ardhurat rriten me 10 deri 20%, pra 500 deri në 1000 euro shtesë në ditë. Shërbimi i darkës, kapaciteti rritet ndjeshëm. Delivery nga përqind shkon në 10-15% dhe diçka tjetër shumë e rëndësishme. Stafi tani është shumë më i motivuar, sepse nuk janë më thjesht marrës porosish, por pjesë aktive e suksesit. Dhe ja ku arrim te mesazhi final, te thelbi gjithçkaje. Problemi nuk ishte kurrë te mungesa e klientëve. Absolutisht jo. Ishte te mënyra se si u shitej atyre. E gjithë kjo strategji nuk ka të bëjë me gjetjen e klientëve të rinj, por me të shiturit më mirë klientëve që tashmë i ke. Dhe kjo është pyetja me të cilën mbyllet gjithçka. Si mund të maksimizojmë vlerën e klientëve që kemi sot?